Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Energjia e kësaj dite e shtyn dashin të marrë iniciativa të rëndësishme dhe të mos pres miratimin e të tjerëve. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante që kërkon reagim të shpejtë dhe vetbesim. Në dashuri komunikimi bëhet më i ngrohtë dhe dikush mund të afrohet më shumë emocionalisht. Financat kërkojnë kujdes ndaj shpenzimeve impulsive, ndërsa mbrëmja sill nevojë për qetësi dhe relaks. Demi. Stabiliteti emocional dhe qartësia mendore do ta ndihmojnë Demin të marrë vendime më të sigurta. Një çështje që ka sjellë shqetësim kohët e fundit mund të marrë më në fund zgjidhje pozitive. Në marrëdhënie ka afrim dhe mirëkuptim, sidomos për ata që kërkojnë seriozitet dhe siguri. Në aspektin profesional mund të merrni vlerësime ose lajme të mira që rrisin motivimin. Binjakët. Komunikimi dhe lëvizja do të dominojë ditën e binjakëve. Takime e telefonatat e lajmet e papritura mund të ndryshojnë ritmin e zakonshëm. Është moment i favorshëm për negociata, bashkëpunime apo ide të reja. Në dashuri shtohet energjia flirtuese dhe mund të lindë një njohje interesante. Kujdes vetëm me premtimet e nxituara dhe organizimin financiar. Gaforia. Emocionet do të jenë më të thella dhe ndjeshmëria më e fortë se zakonisht për gaforen. Do të kërkoni afërsi me njerëzit që japin siguri dhe qetësi. Në familje mund të zgjidhet një tension përmes një bisede të sinqertë. Në punë kërkohet durim dhe vetkontroll për të shmangur debatet. Mbrëmja favorizon romanticitetin dhe reflektimin personal. Luani. Dëshira për të qenë në qendër të vëmendjes do të jetë më e fortë dhe kjo mund t'ju ndihmojë të shkëlqyeni në aktivitete profesionale apo sociale. Projektet kreative marrin energji pozitive dhe një surprizë e këndshme mund të vijë nga dikush që nuk e prisnit. Në dashuri rritet pasioni, por krenaria mund të sjellë keqkuptime të vogla nëse nuk tregoheni fleksibël. Virgjëresha. Organizimi dhe përqendrimi do ta bëjmë virgjëreshën më produktive se zakonisht. Disa çështje të mbetura pezur mund të mbyllen me sukses dhe kjo sjell ndjesi lehtësimi. Në marrëdhënie personale kërkohet më shumë hapje emocionale dhe më pak analizë tepërt. Financat paraqiten më të qëndrueshme, ndërsa shëndeti kërkon kujdes ndaj stresit dhe lodhjes. Peshorja. Harmonia dhe diplomacia do të ndihmojnë peshoren të zgjidhë situata që kanë kërkuar kohë dhe durim. Marrëdhëniet sociale favorizohen dhe një bashkëpunim i ri mund të rezultojë shumë pozitiv. Në dashuri ndihet më shumë afërsi dhe qetësi emocionale. Mbrëmja është ideale për relaks, art ose kohë me njerëzit e dashur. Akrepi. Intuita e fortë do ta ndihmojë akrepin të kuptojë më mirë qëllimet e njerëzve përreth. Në aspektin profesional mund të dalë një sfidë që kërkon zgjuarsi dhe vetkontroll. Në dashuri ka pasion dhe emocione intensive, por xhelozia mund të krijojë tension nëse mungon komunikimi i qartë. Financat paraqiten në përmirësim gradual. Shigjetari. Optimizmi dhe dëshira për aventura do ta bëjnë ditën më energjike për shigjetarin. Mund të lindë një ide e re që lidhet me udhëtime, studime ose projekte personale. Në dashuri kërkohet më shumë spontanitet dhe lëri emocionale. Një bisedë me një mik mund të hapë një mundësi interesante për të ardhmen. Britsjapi. Përgjegjësi dhe objektivat afatgjata do të jenë prioritet për britsjapin. Fokusimi në punë dhe organizim financiar sjell rezultate pozitive dhe më shumë siguri. Në marrëdhënie personale mund të ndjeheni më të mbyllur emocionalisht, por dikush pranë jush kërkon më shumë vëmendje. Pushimi dhe balanca emocionale do të jenë të rëndësishme në fund të ditës. Ujori. Ideat kreative dhe dëshira për ndryshim do ta bëjnë ujorin më aktiv dhe më social. Një takim ose projekt i ri mund të sjellë motivim të madh për të ardhmen. Në dashuri kërkohet më shumë sinqeritet dhe afrim emocional. Financat mbeten të qëndrueshme, por duhet të shmangur shpenzimi për gjëra të panevojshme. Peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita do të jenë shumë të forta për peshqit. Kjo është një periudhë mirë për reflektim, krijimtari dhe lidhje më të thella emocionale. Në dashuri mund të merrni një shenjë apo mesazh që ju gëzon. Në punë duhet më shumë përqendrim te prioritetet kryesore për të shmangur shpërqendrimin. Qetësia e mbrëmjes do të ndihmojë të rikuperoni energjinë. Horoskopi në Top Albania Radio.